Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Mallështore për qarkun e Shkodrës, Senada Mehmeti, ka akuzuar policinë bashkiake për mbylljen e zyrës së saj elektorale në qytet. Ajo ka kërkuar praninë e mediave teksa ka lënë versionin e saj për ngjarjen. Reprezalje politike në prag të mbylljes së fushatës. Pas urave të narkoshtetit të Edi Ramës dhe pushtetit lokal të Benet Betit, stenda ime si kandidate e Partisë Demokratike u hoq në mënyrë arbitrare, në shkelje flagrante të çdo rregulli e moralit demokratik. Sot, shteti diktatorial nuk u ndal. Zyrtarët e bashkisë dhe strukturave të tjera u paraqiten pa paralajmërim në zyrën time elektorale, vetëm një ditë para përfundimit të fushatës, në përpjekje të qartë për presion dhe friksim. Ndërkohë, zyra e PS-s është vetëm disa hapa më tej. Kjo nuk është garë politike, është dhunë institucionale ndaj opozitës dhe qytetarëve që duan ndryshim. Por të jeni të sigurt, kjo nuk na tremb, përkundrazi na forcon, së bashku drejt fitores të sigurt. Senada Mehmeti është kandidate në listën e hapur të Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Mallështore në qarkun e Shkodrës dhe prej disa javësh ka hapur zyrën e saj elektorale në qytetin më të madh të Vreut.